Zemra mbushet plot me mall, sepse shoh ju, shoh fytyrat tuaj, shoh syt tuaj, shoh një popull që ka vujtur shumë, por që kur nuk është dorëzuar. Ju jeni populli i lirisë. Ju e dini që liria nuk dhurohet, por fitohet. Dhe çdo herë që vin në Shqipëri dhe flas për politikë, dëgjoj gjithmonë një fjali. Fajin e ka Saliu. Fajin e ka Saliu. Po si mund ta ketë fajin Saliu? Paramendoj një gjë o popull. Kur unë fillova shkollën fillore, Edi Rama ishte kryeministër. Kur unë vazhdova gjimnazin, ai prap ishte kryeministër. Dhe tani që jam në universitet, ky prap në kryeministër. Po tani veç ndasëm ta kem, se është bërë qesharake kjo punë. Një fëmijë rritet, një brez plaket, një vend vdes, ama pushteti nuk ndryshon këtë vend. PD-ja ka qenë erën e fundin pushtet kur unë isha 6 vjeç. Edhe këta ju thonë, fajin e ka PD-ja e fajin e ka Saliu. Po, a ju thirrni mendjes? O popull, o njerëz, po këta ju vetëm që ju vjedhin, po ju shajnë, ju dhunojnë, dhe çdo ditë ju poshtërojnë. Po fajin e ka Saliu, ha? O shqiptar, po ju lën pa buk, po ju lën pa punë, po ju lën pa shtëpi. Po ju detyrojnë që t'ikni në kurbet. Po fajin e ka opozita, ha? Thjesht kështu. E ndjeni çfarë gënjeshtër përsjell propaganda komuniste në këtë vend çdo ditë që na 45-a. Tani, në historinë tonë kombëtare, ju duhet dini diçka dashur vëllezër dhe motra, që armiku jon kryesor s'ka qenë as turku, as greku, as serbi, po shqiptari vet. Heroi ynë kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu, u tradhtua pikërisht në nipi i tij, Hamza. E po, ju duhet dini diçka tjetër, që ne jemi ai populli i Isa Boletinit dhe Ismail Qemalit. Ata janë populli i Axhi Qamilit. Ne jemi populli i Mithat Frashërit dhe Abbas Kupit. Këta janë populli i Mehmet Shehu dhe Enver Hoxhës. Ramai. E po, dashur vëllezër dhe motra, ne jemi ai njëjti popull që para 35 viteve patëm atë kurajon dhe dolëm shesh në këtë ditë të shenjtë dhe odhëm poshtë statujën e Enver Hoxhës. Po ndërsa këta tjerët, po ku ishin? Fshieshin si minj, frikacak, në blok. Po pse kanë dalmacet, po vlla? Po e dini pse bënin këtë gjë? Pse fshieshin si minj? Po kishin frikë na ju. Kishin frikë nga populli, kishin frikë që do t'u kërkonit llogari për 40 vjet komunizëm, 40 vjet diktaturë. E po, problemi i kësaj race politike, ju duhet dini, është që ata mendojnë që jemi gjithë si ata, që jemi shpirt lig si ata. Por gabojmë. Ne nuk jemi këtu as për akmarrje, as për urrejtje. Ne jemi këtu për drejtësi. Ne jemi këtu për dinjitetin ton njerëzor dhe kombëtar. Edhe unë si Alessandro Gjufi jam krenar që janë shqiptar. Ama më thët zëmra kur vin këtë vend dhe shikoj këto pallate madhështore, por që janë bosh. Ama më thët zëmra kur vin këtë vend dhe shikoj këto shtëpi zbrazura, këto qytete pa njerëz, pa të rinj. Ama më thët zëmra kur vin këtë vend dhe shoh në parlament, për të cili mira shqiptar kanë vënë jetën me Zeqinen dhe Sara Milën që zgërdhjen me njëra tjetrën. Ama më thët zëmra kur vin këtë vend dhe flas me brezin tim që nuk ka më as një ëndër, nuk ka më as një shpresë, duke ndjekur të vetmin modelin atij gangsterit. Po si mund mos ta ndjekin këtë model, ku ne gangsterin e kemi atje? E po, dua të them një gjë të fundit, dashur miq. Gjyshi im më ka lënë një amanet, edhe kam këtu me vete. E ka shkruar në një letër, i ndjeri gjyshi im, edhe këtu më ka thënë: O Aleksandro,
mbaro shkollën e lartë dhe ktheu në Shqipëri. E po dashur miq, e po dashur vëllezër dhe mota, e kuptoni që s'ka as bir prokurori, as bir sigurimsi që mund dal, as mua, as secili prej jush. Sepse Shqipëria nuk është e tyre, Shqipëria është e jona. Rrof Partia Demokratike, rrof Shqipëria, rrof populli shqiptar, Zoti ju bekoft, e hajde çpori komunizmin o burra. Rama ik! Rama ik! Të gjithë bashkë, Rama ik! Rama ik! Post komunizmi! Ftojmë në këtë momente në podium një zonjë luftëtare, kryetare e Partisë Demokratike të Shkodrës, zonjën Eliona Shkreli. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të dashur qëndrestare dhe qëndrestar. Mirëmbrëma të dashur guximtare dhe guximtar. Ju që sot shënoni histori, ju jeni heronjt që do të shënoheni me shkronja të arta në historinë e Shqipërisë. Ju që do të shporni diktatorin Edi Rama dhe regjimin e tij, të lidhur kokë e këmbë me bandat e krimit dhe me parat e drogës. Mirëmbrëma, i nderuar lider i Partisë Demokratike dhe i Opozitës së Bashkuar, profesor doktor Sali Berisha. Unë vi nga Shkodra e Lirisë. Unë vi nga qyteti simbol i revoltave të para antikomuniste. Jam krenare, sepse vi nga qyteti ku demokracia ka lindur. Jam krenare, sepse Shkodra ka qenë e para gjithmonë në lëvizjet antikomuniste. Por fatkeqësisht, Shkodra sot është e grabitur. Është e grabitur nga një person i cili është një hajdut i certifikuar, i pandehur nga SPAK, nga Benet Beci, i cili me bandat e krimit dhe parat e drogës grabiti Shkodrën, por Shkodra këtë nuk ja fal. Ai sot është një frikacak, pasi ka bërë zullumet, ka vjellur shqiptarët dhe sot vjell Shkodrën dhe taksapaguesit shkodran, sillet si frikacak, si pabes, nuk arrin sot të shkoj në gjykat, fshihet. Benet Beci, ty nuk ka drin as bun që të lanë. Sado që ti të fshihesh dhe të mbrohesh nga mburoja e regjimit, vendi yt dhe fundi yt tashmë është i vullosur në burg. Ai është i pari kryebashkiak që mban edhe postin e drejtuesit politik të Shkodrës, të qarku të Shkodrës, por fundi i tij tashmë dihet dhe ditët e tij në Shkodër janë të numëruara. Erdhi si shërbëtor i përulur, por po ik me faqet zez, po ik me turp, dhe këtë turp do t'ja shënojnë në fytyrë të gjithë qytetarët shkodran. Sot është 20 shkurti, është datë historike, data që na kujton rrëzimin e bustit të diktatorit Enver Hoxha. Sot ne jemi këtu në 20 shkurt të dytë për të rrëzuar Edi Ramën, diktatorin e dytë, regjimin e tij që po vjell çdo ditë parat e shqiptarve, ai që po shkatron familjen shqiptare, ky i pamoralshëm që po shfaros të gjitha vlerat e Shqipërisë që i kemi ruajtur me forcë në historinë tonë. Ky që ka shkatruar arsim, ka shkatruar shëndetësi, që ka varfruar, që ka shpopulluar. Ky hajdut që me bandën e tij dhe hajdutet e tij në pushtet prodhon ligje, dhe ata që kanë blerë para për të ngrejnë në rjesht kartonin për t'i miratuar ato, vetëm për të mbrojtur atë dhe familjen e tij, për të ligjëruar vjelljet e tij ditë e natë. Dhe ky po na vjell ne, të dashur miq, të dashur qëndrestar.
Prandaj, sot unë i them Edi Ramës, hap syt. Ky është mesazhi që të jep Shqipëria. Shqipëria nuk të do. Shqipëria është këtu. Më mirë kapi ato 3 çakla, dil nga zyra, sepse do t'jenë shqiptarët që do të shporrin me turp. Të dashur miqtë e mi, të dashur bashkë qytetarët e mi, ne duhet të jemi të gjithë të bashkuar në këtë shesh. Ne nuk duhet të lëvizim nga këtu. Nuk mund të presim ne të na shpëtojnë as të huajt, as ndërkombëtarët. Shqipëria është e jona. Shqipërinë e shpëtojmë ne. Shqipërinë e çlirojmë ne. Prandaj të gjithë së bashku, burra, gra, fëmijë, të rinj dhe të reja, të moshuar, të jemi të gjithë së bashku në një kaos të vetme, të shkatërrojmë regjimin e Edi Ramës, të largojmë Edi Ramën dhe të largojmë pushtetin e tij mafioz. Shqipëria na takon ne. Shqipëria është e jona dhe Shqipëria nuk mund të jetë kurrë më vetëm në dorën e një bande që e grabit atë. Kemi pritur boll 13 vjet, tashmë boll. Tashmë është koha jonë dhe të gjithë së bashku të guxojmë, të qëndrojmë dhe të largojmë përfundimisht Edi Ramën. Zoti e bekov Shqipërinë, Zoti e bekov Shkodrën, Zoti i bekov të gjithë demokratët. Fitore!